duhet kuptosh shumë mirë dhe ato kur për çfarë fraze ai e ka shkruar. Se normalisht kompozitori bazohet në një emocion caktuar, nuk është se vdes një grua për lirinë e saj, sepse ajo dashuron e lirë dhe dënohet për këtë fakt. Kështu që ti duhet ta tregosh këtë gjën edhe në periudhën ku ti jeton. Sado të thuash artist bëhesh, nuk ekziston fjalia artist bëhesh. Ose duhet ta kesh atë talentin patjetër. Duhet të jetë ajo bulza sikur e brezit 4 breza para që ti mund ta kesh pasur. Në qoftë se ti dëgjon një këngë jazz dhe e dëgjon nga 20 këngëtare, ti do dëgjosh 20 versione të jashtëzakonshme, sepse jazzi ta jep lirin mbi harmonin të jetosh emocionin tënd. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës dhe mirë se erdhët edhe sot në këtë të mërkur me super energji. Unë uroj që të keni qenë mirë. Jam si gjithmonë me kolegun Egon Loli, po jo vetëm me Egonin. Ne do të prezantojmë edhe ftuarën, po fillimisht Egon Special. Miq, përshëndes të gjithëve, si jeni? Ja ku po i takojmë edhe një tjetër të mërkur edhe një tjetër javë këtu në 89.0 FM në valët e Radio Sol, në Kinotek në Sol. Kemi nisur prej shumë kohësh që të flasim për artin, për artin në nivelin e vet më të lartë, atë instrumental, atë operistik, dhe do vazhdojmë edhe sot që të flasim për artin. Një nga zërat e mi të preferuar, edhe besoj të shumë të tjerëve, besoj sapo të dëgjojnë në përshëndetjen do ta dallojnë se cila është, po megjithatë unë emrin po ja them, Vikena Kamenica. Faleminderit që erdhe. Përshëndetje. Faleminderit. Me një herë. Ja, shumë faleminderit. Kënaqësi. Shumë kënaqësi. Jam për herë të parë në Radio Sol. Edhe ne ndjehemi shumë të privilegjuar që të kemi këtu. E dëgjove besoj këngën tonë të E dëgjova dhe ishte pyetja kush e ka kënduar këtë? Ndërkohë të merrova kur më thatë. Po e lëm. Inteligencia artificiale. Po e lëm të them. Po e lëm të them se la nana djeg shumë. Se do t'ju lër pa punë prandaj. Ky është halli kryesor. Unë them mos ta lëm edhe të flasim për inteligjencën artificiale. Vërtet i tromb artistët inteligjenca artificiale. Pa diskutim, sepse unë dëgjova një timbër shumë perfekt, zë i bukur, artikulim shumë i mirë, po të futemi në detaje teknike. Më pëlqeu, shumë energji, thash, wow, cool, kush që ka kënduar, u bëra shumë keq me përgjigjen tuaj. E tmerrshme. E pe para se javësh për vitin e ri kinez atë shfaqjen në kin. Po, robotët që kërcenin. Unë mendova në fillim se ndoshta ishte videoja ishte AI, e kupton? Jo, ishte robot. Ishte video e vërtetë, e tmerrshme, si ai filmi I, Robot, i vitit 2004, kur profecia përmbushet. Me thënë drejtën, nuk dim deri ku do shkoj, nuk dim. Tani, për keq nuk dua ta them kur fjalia, por ajo gjëja karnoze që neve gjithsesi ajo prekja, edhe kur takon një njeri është e domosdoshme të japësh dorën, ajo prekja para, të dëgjosh zërin, ka zdim fëmijët tanë ku të shkojnë, sepse neve gjithsesi kjo është një hap shumë me hapat vogla, po e ndjejmë, por besoj në një brezin tjetër, ke goca ime besoj do jetë shumë e fortë edhe uroj shumë që të ketë atë kuptimin, duhet të thënë mirë kuptimin mbi të gjitha, po mbase do vinë vite tjera. Nuk dua ta gjykoj fare, po unë them flasim për toksoren tani, më mirë. Flasim për toksoren, për aq kohë sa akoma kemi mundësinë të komunikojmë me njëri tjetrin, të japim duart njëri tjetrit, ta përqafojmë njëri tjetrin, edhe pse pas pandemisë COVID-19 duket se edhe kjo ndjesia e përqafimit edhe të qenit afër sikur na ka humbur paksa. Ta nisim me atë pyetjen që ta bëjnë gjithmonë. Si ka filluar karriera, jo. Nuk do ta nisim me këtë. Unë kam një kuriozitet që lidhet me emrin Vikena. Me emrin tim. Po. Cila është historia? Ka histori patjetër, se është një emër nuk është një emër komun, si thua Goni për shembull. Si Goni ai tekniku lavatriçes. Hidrauliku. Shaka. Okej, Goni më fal, do të japi kafe pastaj. Elektricist Goni. Hajde. Se më shaka. Nëse unë do kisha një emër, këtë do thoja. Do kisha një emër që do isha 60 vjeç që një ditë. Sepse do quhesha Viktori Kamenica. Me gjithë mbi emri nga pas edhe emri Viktori,
Normalisht është emër shumë i bukur. Nuk është as pak i shëmtuar, ç'është e vërtetë. Por me aksentin shqiptar që ekzistonte, edhe të atyre viteve, kështu që do ishte një emër që do tregonte mosh shumë shpejt, ndërkohë mund të ishte një fëmijë as 24 orësh. Por normalisht nuk u lejua për periudhën e kohës, plus edhe familja ishte emër i ndaluar për atë kohë. Po, emër fetar. Me të gjitha. Po, edhe normalisht ekziston është Shën Victoria. Një emër që u ndalua për kohën, por ndërkohë dhe shumë open mind, familja shumë vizionar, i matë duke që një familje artistësh dhe babai dhe mamaja, domethënë duke menduar dhe një gjë çik më artistike. Edhe pse ata ishin të fiksuar që vajzën nuk do ta bënin artiste, por menduan një emër të veçantë, dhe halla ime pastaj më mbajtë rënja e Vik, se ishte një amanet nga gjyshim, dhe u sajua emri Vikena. E kam parë që ekziston, nuk e di si, sa ato e kanë thjesht e kanë rregulluar si emër, donin të mbanin Vik nga Vikam, e Kozërit, e kishte gjithmonë me zërin brenda dhe në një farë mënyre edhe një fat e shkruar me emrin. Unë them se ndonjëherë emrit e ta shkruan fatin. Është një farë profecie. Është një farë profecie. Tani nuk ka funksionuar në rastin tim se unë kam viola, po nuk di ti bie asnjë instrument. As violës, as violinës. Po ti e lule mi zemër. Ti e lule. Që e mbajmë edhe aty. Për goni nuk di çfarë them akoma. As në rastin tim s'ka funksionuar, se unë u bëra elektricist ose teknik lavatrigje. Nuk e di e Gona e ndjen ti, po Vikena ka një energji shumë pozitive. Jashtëzakonisht. Po unë doja të kuptoja Vikena me origjina e Korçare puro, si e vën në dyshim. Kamenice Korçës. Po. Varret më të lashta aty janë. Dhe ne vazhdojmë në sagën e Korçarëve këtu në Kinotek. Okej. Po, është megjithatë jo te rruga kësaj here aty mbas kinemas në Korçë, po Unë jam në bulevardin e Korçës, se ju mbase njihni mbase edhe dëgjuesit edhe shikuesit. Të gjithë e njohin nga jo këngë. Bulevard Republika. Bulevard Republika. Mua aty e kam pasur shtëpinë që se kam më që më dhëm zemra sa herë që hapet ky muhabet. Shtëpia ime ka qenë mu përballë, se tani po dalim si për reklam, po nuk do ta them emrin e hotelit që ekziston, që është shumë i famshëm aty dhe ka qenë mu përballë. Po. Kështu që është një nga pishmanet e mia personale, familja nuk e vuajtja shumë, por unë njëherë kam vuajtur shumë mungesën. Po familja jote ka vjuar të jetojë në Korçë apo janë zhvendosur? Unë atje kam pasur vetëm gjyshja dhe ishin 2 hallat në momentin që ato ndruan jetë, ndroi edhe fati asaj shtëpie sepse ishte gjithë familja në Tiranë. I mat ka ardhur student. Hallat e tjera kishin ardhur studentë, punuan në opera në Pra jeta jote praktikisht nisi këtu në absolutisht jam e lindur në Tiranë, por jam shumë krenare që jam korçare. Pa diskutim, unë vi, mbaj një mbiemër të rëndësishëm të asaj zone. Vendi i shtëpisë time kam qenë nga mama, ajo shpreha me thënë ku kanë lidhur dhe këto këngët e bukura, kur uleshin djemt me kitarë në kangjëlla që bënin serenat, jam rritur me muzikë përveç familjes, por kisha dhe ata korçar që uleshin aty të ato bordura, biles kemi dhe personazhe të famshëm sot, jo vetëm të jetës artistike, po dhe politike, që në rinin e tyre me kitarat, me kështu uleshin ato kangjëlla dhe kishte gjithmonë shumë hilaritet. Unë i kam jetuar vetë. Kështu që kam qenë voçkël, por i kam jetuar të gjitha. Kështu që shumë për të thënë, shumë për të thënë. Edhe unë kam ndjekur në jetë këtë që sa po theti, o korçare o çfarë. O korçare o çfarë, ky është rasti im. E kam dëgjuar, po them që e kam ndjekur edhe unë vetë në jetën time. Okay. Po ato shprehjet populli kot nuk i ka thënë, kështu që kanë një bazë të vërtetë. Faleminderit Viola, se ka goni ças po pres tash, aty që i vëra. Se mos nuk jam nga Korça, se Jo, dash ku do ma çosh. Dhe nëse do të ofrohej ndonjë mundësi tani për të zhvendosur në Korçë, të gjallëroje jetën artistike aty, do ta pranoje? Jo, në jetën artistike atje e prek sa herë që kam mundësi dhe që dua për çdo ditë. Nëse Tirana është gjithë jeta ime është ndërtuar këtu, është gjithë networku im, është gjithçka. Domethënë Korça është tamam ajo gjaku i ngrohtë i zemrës time që nuk do shuhet kur në mënyrë absolute. Domethënë një nga ëndrat që kam, them të gjej vërtet një folesë të vogël që ta kem atje, se më takon ta kem atje.
Jo ajo që kam pasur, pa diskutim, por vërtet shumë mall dhe shumë nostalgji. Po, për më tepër, duke qenë krenare për qytetin tim, ai është qyteti im. Jetoj këtu, punoj këtu, pa ai është qyteti im, kështu që patjetër që e mendoj shumë shpesh. Ne përmendëm Korçën, fakt, dhe fakti që Tirana ka gjithë jetën artistike, ka çdo institucion, ka gati gjithçka. Korça është një nga qytetet, po ka edhe shumë qytete të tjera në Shqipëri që kanë ose shumë pak ose as pak jetë artistike. Si e sheh këtë? Dëshpërim. Sepse dëshpërim të një sistemi të dështuar, mund të them, sepse nëse do flasim në periudhën komuniste, ka qenë shumë i ndërtuar në këtë pikë. Domethënë shumë qytete e gëzonin jetën e tyre artistike. Ti ke pasur Shkodrën edhe Korça, paralelisht sfidonin njëra tjetrën. Me aktivitete, me orkestra që kanë pasur, me teatrët që kanë pasur. Jo se tani nuk ekzistojnë, por kanë ngelur vetëm 2 qytete. Dhe do doja shumë që të rikthehesha dhe shumë njerëz të riktheheshin në qytetin e tyre dhe për të punuar, sepse prap vazhdon dhe thuhet që s'kemi ç'a bëjmë atje, duhet të rim këtu. Në periudhën e mësimdhënies në Universitetin e Arteve që kam pasur, por edhe tani që jam në këto 2 vjet kam qenë shumë afër për shkak të një masteri që unë po mbyll në Qershor, e shoh vërtet që bëhet kaq e dëshpëruar fakti që mbarojnë shkolla të mira, formohen siç duhet dhe nuk e shohin terrenin e tyre në qytet. Prandaj them që është një gjë që ka pasur iniciativa, ka pasur përpjekje, dhe më vjen keq se quhet prap përpjekje. Dhe për aq, mbase mund të gjykojmë edhe për këtë që po them tani, po pse se këto teatro po bëhen këto festivale, po nuk flitet vetëm për një periudhë 1 javore, 2 javore. Çfarë po bën për ata njerëz që jetojnë aty? Se Vikena prap po shkon Korçë. Prap Korça nuk duhet vënë në diskutim, është qytet i rëndësishëm. Edhe ka dhe njerëz që jetojnë edhe bëjnë jetën e tyre dhe qëndron. Ne po flasim jo Korçë, Shkodër më. Korçë, Shkodër, Elbasan. Janë okay, por Shqipëria nuk janë vetëm këto 3 qytete ja dhe Durrësi se. Durrësi është bërë Tiranë tashmë me afërsinë, me gjithçka, domethënë që ofron. Duhet patjetër që të lëvizet edhe qytete të tjera, po themi Vlora. Jo, me Vlora meriton akoma dhe më tepër. E vërtet, po. Meriton Saranda, domethënë kemi shumë qytete që ju është lënë vetëm periudhën e turizmit, vetëm me ditë të vogla, për interesat e Vikenës dhe të Vjolës bëjnë një festival 3 ditor atje, gjuna, ato lekë që ti po i shpenzon për këtë festival 3 ditor, mendoje mirë, gjatë gjithë vitit çfarë bën ti atje. S'duhet prish pazaret e askujt, por është mirë që shumë gjëra të funksionojnë siç duhet. Po pse ne kape kaq seriozisht me e kalu në këto detaje kaq do bëjmë edhe shaka politiko tematiko. Sepse për shembull, un jam nga Vlora dhe jam me ty e kisha. Me mua e kisha. Dhe këtë gjë që ti the, unë e ndjej. Pra, çan ndjej, unë ndjej atë mungesën e madhe. Jo, për shembull një nga gjërat që mua se ka ty ka artistë shumë të mirë, për shembull, një nga miqtë e mi që është Artur Dhamo, që është shumë i mirë muzikant, shumë i mirë drejtor. Absolutisht shumë emra, por prap ka nevojën e suportit siç duhet, se nuk flitet vetëm për 4-5, duhet një suport, ai suporti shpërndar, tamam, siç jepet në Tiranë, që jepet me bollëk. Të lutem nda diçka ose të thuhen ca aktivitete, okay, ti e merr aktivitetin në Tiranë për shembull, por ti ke për ta zhvilluar vetëm në Vlorë. Do jetë shumë mirë të merren individ. Kjo është, po bëjmë tani një skem një çik më, po mundohemi të flasim edhe me fjalë të përgjithshme për të kuptuar, por është vërtet për të mos u lënë me gjëra të vogla, sporadike, vetëm me interesa shumë të vogla, 2 ditore, çepe personale. Është shumë gjëna se sa të ngresh një sistem më të ndershëm edhe të shpërndar ashtu siç duhet. Fakt unë e përmenda si pjesë, e thash ta bëjmë kaq serioze sepse njoh shumë njerëz të cilët le të themi e kanë kaluar një moshë të caktuar që nuk kanë ndjekur kurrë një opera në jetën e tyre. Nuk e kanë pasur fatin të ndjekin një opera sepse nëse do ta bëje këtë do duhet vije ta shihe në Tiranë. Nuk ka pasur diçka të tillë në qytete të tjera, të paktën në dijenin time. Edhe kjo më duket vërtet fatkeqësi, edhe është tipikisht ai dëshpërimi që ti ndjen në momentin që dikush nuk ka mundësinë të ndjek një nga elementët e nivelit më të lartë të bërit art sot. Para viteve 90, po flas për periudhën e
prindërve të fëmijë, kanë pas ekzistuar një iniciativa. Patëm neve një lëvizje, edhe ishte vërtet për herë të parë, se po flasim për vitet e prindërve, po flasim për këto kur ne ishim në rikonstruksion teatri operas dhe u zhvendos në disa qytete. Kemi vajtur në Fier, kemi vajtur në Elbasan, Korçë pa diskutim me opera. Kam kënduar Carmen, kënaqësi e madhe. Dhe ishte vetëm në atë periudhë. Por është për të bërë dhe një ndarje hierarkie që siç ndodh fundjavë në botë. Kemi Gjermaninë, po marr një shtet, shumë i madh, po marr dhe Francën, nuk ka problem, marrim dhe Italinë. Janë ca teatru që janë të rëndësishëm, janë të mëdhenj, normalisht kanë edhe buxhetin edhe më të madh, kanë subvencionimin dhe nga shteti, sepse janë qytete të rëndësishme që janë këto që aderojnë këto teatro. Dhe atje shkon një elitë, domethënë kemi dhe atje një lloj përshkallëzimi, elitë artistësh. Ndërkohë, i ndajnë me fashash, fasha A, fasha B, fasha C. Ndërkohë, ti mund t'i japësh mundësinë edhe një qyteti tjetër që nuk ka të njëjtën standard jetik siç ka një qytet i rëndësishëm i atij shteti, dhe të kesh një teatr B që ti çon këtu në këtë rast, i krijon një të riu mundësinë që të fitojë eksperiencë. Me atë pamundësinë e vet të eksperiencës sa del nga bankat e shkollës, rritet në një qytet caktuar dhe ashtu ti mund ta bësh shumë kompetitiv më vonë për Tiranë gjithashtu po dhe jashtë Shqipërisë. Domethënë të jepen disa stade se jo gjithmonë kushtet teknike po dhe të një publiku janë në çdo qytet të mundshëm. Kështu që ti vërtet mund të rrisësh një brez të ri atje, të fitoj një lloj eksperience. Ti aty kupton kush është më i miri dhe kështu bëhet pak dhe më kompetitive dhe ti vërtet vjen dhe në Tiranë, ty të vjen një stad shumë i mirë. Ndërkohë rritet, ndërkohë ti i ke zhvilluar jetën artistike të atij vendi, i ke dhënë mundësinë dhe atij të riut që fundja mbase i pëlqen vërtet të jetojë atje. Prandaj më pëlqeu kur u hap kjo si lloj teme. Kështu që edhe opera mund të ketë vetëm mund ta ketë këtë lloj fati në ca qytete të caktuara me breza që dalin pafund, që ikin direkt e jashtë, se në opera është një si të thuash një numër i kufizuar punonjësish për gjitha specifikat, disiplinat që ne kemi. Kështu që mund të zhvillosh në çdo qytet në forma të ndryshme. Prandaj them që është një zinxhir i ndërtuar politiko-ekonomik, sepse duhet thënë i tillë, i ndërtuar mirë. Se kemi një qasje politike jo ajo politika e mirëfillte një e shtereve në parlament, të kuptohemi. Po të ndarjes të mënyrës se si menaxhohen shumë vlera, se po flas vetëm për artin, por kjo mund të jetë edhe në sport dhe sigurisht kudo, në çdo disiplinë. Në çdo disiplinë, po në çdo fushë. Po ti përmendë shtete të cilat jo vetëm janë të mëdha, jo vetëm janë të zhvilluara, po janë po jo, do të thotë që nuk do shpikim rrotën goni. Është vendosur ajo gjë. E kanë bërë të tjerët. Implementohe me ato kushtet e tua, me ato pamundësinë tënde maksimale, minimaliste, po ti mund ta bësh, nuk do ta shpikësh, e kisha fjalën. Prandaj të vura emra të shtetit. Ke modele, patjetër. Të paktën përpiqu. Kjo vlen. Dhe ditë pas dite duke u përpjekur gjërat bëhen më mirë, edhe ne e harrojmë këtë ndonjëherë që jeta e tillë është, do kalosh, them unë eksperiencën time 26 vjeçare. Se pastaj sa i takon muzikës, sa kemi ne banor në Shqipëri, Gjermania mund të ketë vetëm kompozitor, domethënë. Jam shumë dakord me ty. Jam shumë dakord me ty. Si raport, jo ka që i dhimbshëm tash se na bëre keq, por kjo është e vërtet, por dua dola ke shtetet që e kanë shpik të sistem. E vërtet. Dhe e procedojnë domethënë në formën më natyrale, që mund ta marrësh pas një lloj kostoje, kur i thon. Prandaj e kisha më shumë se normalisht skres. 25 vite karriere apo jo? Viola, sa ke ti jetë? Po si nuk të la zëri? Do jam vërtet. Knock on the wood thot amerikani, kështu që lëvizat e ka vendi e bëra ta marr shqiptarçe. Tani me shpirtin i thon kësaj nuk del ndryshe, por normalisht këtu është jeta, këtu është puna, këtu është teknika, janë shumë gjëra bashk. Tani unë them Zotit ka dorë për çdo gjë. E di pse e them Vikena, sepse ndodh, besoj edhe ti Ego, ne ke përjetuar, dalim me shoqërinë, këndojmë ato këngët që është DJ, ka ngritur zërin maksimum, që ke ngrem zërin të nesërmën, jemi të ngjirur. Dhe nuk bëhemi më për një javë. Fillojmë ankohemi dhe për
ndotjen akustike sa ankohemi dhe për këtë tani. Se kjo nuk vlen vetëm, kjo vlen për gjithë edhe për mua, të shkoj në një klub që është një vendosje akustike e frikshme pas një lloj parametri si ai tymi duanit që matet ose ai ndotja e ambienteve. Nuk e mendojnë kur ndotjen vendosin shumë keq. Domethënë është bërë këtu edhe fonia, vëm 2 boksa, e ngren ai si ta ket humorin, ai që ri merret me mikserin dhe nuk mendon asnjë gjë tjetër. Ajo na ndodh të gjithëve, se ti arrin të flasësh keq, se ti nuk kontrollohesh dot, ti duhet ta dëgjosh veten, më fal, pse duhet ta dëgjosh veten? Të tre ne kemi vënë kufje për të dëgjuar veten, edhe kështu edhe kontrollojmë një çik timbrin, për mos bërtasim. Mos dalim pas mikrofonit. Mos dalim, eksakt. Do të thotë që të gjithën këtë ti e ke të pakontrolluar në këtë lloj ambientesh. Se është tjetër kur shkon në diskotekë dhe e ke nda mendjen që është diskotekë, por të shkosh në një klub normal dhe të përfundosh dhe të bërtasesh, por kjo është edhe një gjë për të parë në vazhdimsi, e ngrita si problem, siç e futra. Jo, shumë mirë për ta pyesim edhe DJ-in ton. Është ky një problem që e konstaton? Po, konstatohet. Faleminderit. Faleminderit. Edhe ne dakord jemi. Shumë komplimenta edhe për radion, realisht, se nga që jam për herë të parë dhe më pëlqeu gjithçka, super tim, super drejtim. Shumë faleminderit. Ju keni skuadër shumë e mirë dhe jam shumë e kënaqur. Vërtet ju falenderoj për ftesën. Ju keni ato tani, ishte kënaqësi tani po ik. Unë them ta mbyllim. Dhe ishim tek zëri. Do doja shumë ta kuptoja si ndodh përgatitja për një shfaqje. Për ato 3 orët që do jeni në skenë. Varet nga lloji shfaqjes njëherë, se nuk janë opera të gjitha. 3 orë, ëh. Okej, por ne po flasim për maksimalen që të rish 3 orë në skenë, të rish në skenë të kap stresi. Shiko, ajo është edhe performosh në skenë 3 orë. Edhe teatr, edhe vokal, edhe kënduar faktikisht. Tmerr, unë nuk e di domethënë. Ka balancat janë në opera, normalisht unë ke gjeni e forta. Është prandaj jo gjithkush e bën këtë gjë. Normalisht vjen me një eksperiencë. Arsyeja që unë fola për një brez të rinj që duhen mësuar me këtë lloj raporte është kjo, sepse është një lloj disipline që të kërkon një punë, po jo punë në studio. Puna në studio është asnjë gjë. Ne rritemi në skenë. Rritja, eksperjenca krijohet vetëm në skenë, sepse emocionet të firojnë më shumë se 50% të punës që ti ke bërë. Ana emocionale ty të bën të harrosh çfarë ke mësuar, nuk e di për muaj të tërë. Sepse un kam kaq vite në skenë dhe kur vjen puna, rastisht që dal në skenë dhe them e kisha më mirë në studio. Domethënë, emocioni e ka bër atë lloj reduktimi fundja, se është e gjitha e varet një gjendje emocionale. Ti thua çfarë bën një këngëtar. Në rast të parë këngëtari ka kontrollin emocional. Unë shpesh e kam thënë dhe në shumë intervista inteligjencën emocionale, që vlen për çdo. Artisti duhet ta ketë më të zhvilluar. Ose më sakt, duhet të punojë shumë për këtë fakt, sepse emocionet janë ato që o të ngrejnë, o të rrëzojnë. Po kjo vlen për çdo, vlen edhe për ju të dy që jeni protagonist mirëfill të një skene të madhe dhe normalisht më kujtua një situatë e përpara disa viteve kur unë bëja një audicion për të gjetur një vend pune në televizion. Kisha përgatitur një intervistë që ishte për Verën. Kisha vetëm gotën e Verës dhe të ftuarën përballë. Shumë e përgatitur isha. Para se të hyja aty në skenë. Sa po hyra, filloi të më thaj goja. Patjetër. Edhe nuk di as shtëpia, piva dhe Verën dhe u bëra akoma edhe më keq. Kështu që emocionet janë realisht gjithçka, është e frikshme se si jeta jonë ndikohet prej tyre. Kjo është. Dhe ka njerëz të cilët edhe pa përgatitje përmbajtësore, vetëm për shkak se janë të shkartë dhe s'kan asnjë lloj emocioni, shkëlqejnë. Tani nuk po them në opera, po them në performanca të tjera publike, më kupton? Varet, pastaj janë shumë faktorë. Unë po them për njerëzit besimi tepruar kështu që del aty. Deri diku sepse edhe ai vetbesimi është kur nuk është i bazuar. Patjetër. Po flasim tani, më fal për shprehjen, po flasim për budallik, domethënë nuk dhe normalisht ai targeti që ty të ndjek është i kufizuar ose
ka një problem me targetin që të ndjek, domethënë është janë të gjitha gjërat bashkë, sepse tashmë nëpër media çfarë po na ofrohet, të kuptohemi. Edhe në këtë liri të madhe që gjithkush mund të bëjë gjithçka, filtra nuk kemi, nuk këtë po e vuan gjithë bota, nuk është se është Shqipëria dhe po i bien vetëm Shqipërisë me sistemet e ngritura, por kjo është koha që ne po jetojmë. Mirë, ne do rikthehemi Viola, se s'kemi mbaruar akoma, do marrim vesh si përgatitet një soprano për një opera. Një mezzo soprano, po vetëm pas një hapësire muzikore. Okej. E dëgjojmë dhe rikthehemi. Miq, ja u kemi rikthyer, sa këngë bukur që ishte, u kënaqja pafundësisht. Apo jo Viola? E shijove. Të gjithë u kënaqën, besoj, po haruam të pyesnim Vikenën se çfarë dëgjon një mezzosoprano përveç muzikës që do performoj. Ore hiç, ndonjëherë nuk dëgjoj, kam nevojë. Në fakt edhe burim është muzikant, ai është oboe parë në. Përse do vim edhe buri. Po jo, më duhet ta them këtë. Dhe ne jemi nga ato çiftet e çuditshëm që futemi në makinë edhe nuk dëgjojmë as radio, as muzikë, as gjë dhe jemi kështu na kap se nga që është konsumi shumë i madh në opera, ai është në orkestër, unë punën me pianist, me koleg, ansamblet që këndohen, është kaq shumë nota muzikë sa më kthehet edhe kjo që po dëgjoj në kufje tani më kthehet e kam në punë, nuk më, domethënë çdo notë muzikore që ekziston edhe vërdall, për mua është do ta kapësh tamam si ajo. Për mua janë si ato mizat që është vetë e pashmangshme dhe ndonjëherë ti vërtet ke nevojë për. Por ajo që unë dëgjoj për kënaqësi të shpirtit gjithmonë është jazzi. Jazzi unë kam gjetur shpirtin, kam nisur mos gaboj. Jo, opera e kam nisur unë. Jazzi është se di se kam lexuar diku për. Jo, e kam nisur të këndoj pa kënduar akoma në skenë. Kjo opera, kjo është e vërtetë se e kam nisur në kohën e shkollës, se e kam nisur kur bëja vetëm muzikën e lehtë. Dhe ç'është e vërtetë ti ke një zë jazz. E ke një timbër jazz. Dhe unë nuk e dija që ti, po them shumë vite përpara, para se të njihja kur isha i vogël, pra po them, nuk e dija që ti ishe një mezzosoprano, pra ishe një këngëtare lirike. Mendoja se ishe këngëtare, po themi e muzikës lehtë të jazzit. Se ma kujtove me qira fjala. Po, sepse mediat e bëjnë, e kanë këtë lloj luksi. Opera gjithsesi nuk e ka këtë lloj hilariteti mediatik, siç e ka një zhanër tjetër, siç është muzika e lehtë, siç është bëhet popullore më shpejt. Popularizohet më shpejt. Patjetër, është vetëm fakti një festivali, domethënë në opera gjithmonë kanë kënduar artistë jashtëzakonshëm, por famën më të madhe e kanë pasur kur kanë dalë, po flasim tani për shkak për emra, nuk e di sa ju i njihni, po për mua është gjithë përveç faktit të jetës time, të fëmijërisë time, po dhe historia e muzikës time. Janë emra të rëndësishëm siç është Gaço Çako, siç është Avni Mula, siç është Nina Mula. Sepse patjetër normalisht Imva Mula tjetër është një brez që ne kemi jetuar dhe prekur, por po flasim për këto figura që në atë periudhë, për shembull, edhe Gaço Çako dhe Avni Mula u bën shumë të famshëm dhe të rëndësishëm sepse dolën në festivale, ishin kompozimet më pas të Avni Mulës pra të këngëve të lehta apo themi. Domethënë dolim ke muzika lehtë ose ne njohim Mentor Xhemali. Mentor Xhemali është një nga basat botror. Bas apo bariton? Bas. I mirëfillt natyral, një zë që s'po i vjen tokës më, jo Shqipërisë, i jashtëzakonshëm me një naturalitet që nuk gjendet më. U bë i famshëm, e ke sot e kësaj dite, po flasim për atë kohë, në të gjitha anketat popullore të muzikës përmetare, sepse ka qenë një performues i folkut përmetar i jashtëzakonshëm. Mos them që e kam pasur si busull sa herë që doja të dëgjoja vërtet se si mund të interpretohet një këngë përmetare. Se ne nganjëherë i marrim edhe i mbyllim kështu. Jugu, Shqipëria mesme, jo, kemi të bëjmë Korça, Vlora, Përmeti. Domethënë çdo qytet ka atë specifikën e vet që profesionistët i njohin shumë mirë disa specifika që mbase edhe ne si publik mund t'i kuptojmë për Metin, për shembull, po marrim për Metin, Korçën, cilat janë disa nga specifikat. Shiko, janë që ke përdorimi vokalit, më pas është ke pjesa e artikulimit, më pas është ke pjesa e lulkave të vogla që ne korçarët i themi atyre përkëdhelive që ju japin fjalë, siç i jepet në të folur, ka çdo krahin ka atë, ndërkohë ti nuk e gjen atë lloj lulke, nuk e gjen në labëri, për shembull, sepse kanë lulka në labëri.
Këtë dua të them. Kështu që ka një lloj ndryshimi, për shembull të dëgjosh një këngë përmetare, një këngë gjirokastrike dhe një këngë korçare. Po flasim për folkun, gjithmonë. Folkun edhe e bën direkte, e bën dallimin përveç këngëve që e dim se nga janë, po e bën dallimin që për shembull të marrim Petrit Lulon. Gjirokastrës. Ti e bën direkt dallimin e llojit dhe mënyrën të prekjes, po flasim gjithmonë me legjendat, me njerëzit që e kanë shkruar historinë e muzikës popullore të këtyre qyteteve, se tashmë çdo gjë është liruar shumë edhe kemi një lloj bashkimi në një farë mënyre, plus edhe fakti që po modernizohen shumë materiale të këtij lloji, ti nuk e gjen dot më se nga si ku, por me specifikat vogla kështu e të veçanta, po normalisht mund të bësh dallimin. Shiko, ne e lam tek opera. Un jam vërtet kurioze, prandaj po ngulmoj. Si është përgatitja e një mezzosopranoje? E fortë është, Goni është realisht e fortë. Është e fortë. E para, e dua të them nga ana emocionale, duhet të kesh të kesh të punosh me qetësinë tënde, por jo ditën që është performanca, po duhet punosh me qetësinë tënde shumë kohë përpara se të fillojë performanca. Kur nisin provat? Pra sa muaj përpara? Si zakonisht. Shiko, provat shumë intensive kanë 1 muaj. Shumë muaj intensive. Fundit që është. Muaj fundit, ndërkohë procesi në shumicën e rasteve është 1 vit përpara që ti merr veprën dhe asimilon veprën. Se duhet ta mësosh veprën. Duhet të mësosh veprën. Më pas është 3 muaj punë individuale, puna jote. Që të çohesh në mëngjes dhe vetëm të këndosh atë çka ti ke për të kënduar, sepse nuk e këndon dot gjithë veprën që ditën 1. Jo, fillon me 1 faqe, fillon me 2, fillon me 1 numër. Pastaj kap numrin e dytë, po me të njëjtën, unë shumicën e rasteve nis nga fundi, nuk e nis as nga fillimi, sepse nis nga kulmorja që dua të konsolidoj sa më fort finalen e veprës, që ajo duhet të jetë siguria dhe ti aty kupton, bën në një farë mënyre, një lloj arkitekture për të kuptuar që forca ku duhet jetë forca dhe si unë duhet i menaxhoj forcat për të mos dhënë që në fillim maksimumin, që të harxhosh, të kuptohet që është përveç harxhimit për të dhënë edhe emocionin skenik, të kuptohemi. Sepse duhet ketë një pikë kulmore, ka gjithmonë një pikë kulmore që ti të bësh një lloj balance, ku duhet japësh, ku s'duhet japësh, edhe për të arritur atë kurbën e bukur dhe për të bërë një finale ashtu siç e meriton vepra, sepse autorët kanë shkruar jo pak. Përgjithsisht këngëtarët i kanë vënë në vështirësi shumë të forta teknike dhe sa herë ne themi po mirë më Verdi me kë e kishte inatin këtu. Domethënë me ca të futesh një analizë. Kush ja prishi ditën aty. Dhe ka vajte ka torturuar me soprano në këtë pikë ose çfarë pas ka bërë tenorit këtu, për çfarë halli kishte, kë ka pas përpara. Do të thotë që ti vërtet ndjen vështirësi shumë të forta dhe janë vepra që ti e merr dhe e mendon mirë, sidomos lexohet shkrimi. Leximi jon është fotografim i çdo faqe. Për shembull, unë kur më vjen një vepër, gjëja që bëj, unë lexoj grafikisht si janë vendosur notat. E shoh me sy. Okej, kalimet si janë të përballueshme, pa përballueshme. Ti lexon pentagramin, se mendova mos lexoje tekstin. Jo, kur ti vendos. Apo teksti ishi mbi vendosur në pentagram. Teksti është nën pentagram. Është nën pentagram, po. Sepse muzika është primare. Është primare, po. Është primare për, domethënë, ti mund të kesh një frazë shumë naive për të thënë, dhe ndërkohë nga ana muzikore ti ke një gjë teknike shumë të fortë për të kënduar dhe dua të them për këtë se kjo është shumë e bukur. Kjo s'ka të bëj fare, po ka të bëj me baletin. Mbaj mend një mik shumë të mirë, violinist në orkestrën e operës dhe bëhej baleti Alili dhe Airia. Dhe çfarë duhet të them, çfarë të bën baleti i parë shqiptar mos gaboj po. Dhe ishte një vënje skenike, një shkrim i fortë, impenjativ i muzikës që e luante orkestra me pasazhe të forta të violinave, të instrumentinit, domethënë një vepër teknikisht e shkruar për orkestër impenjative, sfiduese. Tani, normalisht, kur ka shumë nota, jo gjithmonë nga ana koreografike bëhet nami lart, kuptohemi. Dhe thoshte ishte aq e vështirë, kishim punuar aq shumë për ato pasazhe, kur erdhën 2-3 provat e fundit para generales. Në një moment, unë nuk arrija të shifja ç'a bëhej baleti lart, se isha tërkohë shifja notat, se ishte pasazhe shumë. Ishte violinist. Violinist shumë.
Dhe në një moment caktuar dua të them këtë. Kështu është fjala ndonjëherë, fjala me muzikën, prandaj e kam këtë gjën. Dhe nga dy provat e fundit që isha e sigurt për atë faqe, që s'kisha nevojë as ta shifja, mund t'i bija edhe përmend se kishte studiuar shumë, guxojtha dhe ngrej kokën për të parë në këtë pasazh kaq vështirë, ç'a bëhet lart. Dhe kur ngrej kokën, shoh që ishin vetëm vajzat në majt puanteve dhe lëviznin vetëm shamin. O më tallen ju. Ndërkohë tani ishim aty tu u thy violina në hotela tu kfut edhe ngrej kokën në majt puanteve dhe ajo lëvizte vetëm shamin. Si përse ishte, aq e vështirë ajo gjëja që s'kishin kanin dot i nat me violina, të mos ishin çapën e lart. Edhe lëvizin shamin. Dhe këtë duhet të bëj këtë si paralelizëm që ndonjëherë fjala është një fjalë shumë naive poshtë, por teknikisht ka një nga kadencat më të forta. Dhe prandaj është muzika të vendos, vërtet drama mban një peshë sepse është një emocion për t'u treguar, ka diçka për t'u thënë aty. Por është tamam kjo kurba, nuk është në bazë të fjalës, emocioni se sa është në bazë të muzikës, por duhet kuptosh shumë mirë dhe ato kurbë për çfarë fraze ai e ka shkruar. Se normalisht kompozitori bazohet në një emocion caktuar, nuk është se nuk është se fjala me notën s'ka lidhje fare. Ka lidhje, por do të them që ndonjëherë ai atë fjalë ka interpretuar në emocion aq të fortë sa vokalisht ka vendosur shumë fort. Për t'i thënë mendimin që për ta marr peshën e fortë. Për shembull, po dal ke Carmeni, Prongar da tua. Carmeni Georges Bizet. Georges Bizet, Habanera. L'amore non was or. Është një tregim i thjesht. Në fund fare ku i ka vendosur notën akute e thjesht, nuk është në një çudi e madhe. Ajo thot kujdes. Thot vetëm fjalën kujdes. Kujdes, të thot kujdes nga unë. Ajo e ka treguar të gjithën. Dhe ai, kur i thot fjalën kujdes, e thot prongar tatua. Është me i thënë, ta them vetëm fjalën kujdes, e thot, okay. Por të thot kujdes për gjithë atë çfarë ajo të ka treguar deri në atë moment. Çfarë është dashuria, si duhet sillesh me dashurinë, si e trajtoj unë dashurinë, në fund fare thot kujdes. Kur thuhet me fjalë, thuhet kujdes. Thjesht. Po ta dëgjosh me atë që i ka shkruar Bizet, ajo fjalë merr vlerën e gjithçka që ti ke dëgjuar deri në atë moment. Ajo është një finale që ti thua ti e pret atë. Dhe këndon dhe Kori me ty. Se dhe Kori është i pari, se Kori e shoqëron Carmenin. Në atë moment është populli, janë miqt, janë kështu siç është vendosur vepra, dhe ata e dinë shumë mirë. Po e thot Carmeni këtë. Kujdes. Se është tjetër thuhet nga një random person aty dhe është tjetër ta thot ajo këtë gjën. Kështu që dua të them që si vendoset muzika me fjalën. E gjitha kjo e perceptuar për t'ju kthyer pyetjes së parë që kemi bërë para një ore gjys. E gjitha kjo është që kjo është ajo që ti e ndërton, ajo grafika që ti e vendos, mënyrën se si e vendos, po jo vetëm me fjalën, e vendos dhe me muzikën. Dhe të gjitha këto ti nuk duhet t'i harrosh. Dhe tek të tëra këto ti duhet nxjerrësh gjendjen emocionale, sepse është jeta e Carmenit në 3 orë. Ajo çka është dhe pse ka atë finale aq dramatike dhe aq tragjike dhe po aq të rëndësishme për botën operistike. E vërtet. Një grua për lirinë e saj, sepse ajo dashuron e lirë dhe dënohet për këtë fakt. Kështu që ti duhet ta tregosh këtë gjën edhe në periudhën ku ti jeton, ashtu si ti ndihesh, lirinë që e ke apo nuk e ke. Pra duhet vendosesh ti në vendin e Carmenit. Duhet të vendosesh ti në vendin e Carmenit dhe në periudhën kur ti e këndon këtë gjë. Për shembull në vitet kur është u mundua se nuk lejoheshe se ishte një vepër imorale. Në komunizëm. U vu me skena të caktuara. Me qira fjala në komunizëm lejoheshin këto Aida Traviata? Jo, janë lejuar jashtëzakonisht vonë. Shumë vonë edhe të censuruara, domethënë shumë skena janë. Po çfarë operash apo operat? Operat shqiptare. Pa diskutim. Kështu që ishin shqiptar të bukura kanë qenë. Karnavalet e Korçës e këndova dhe tani, kështu që hyn ke ato veprat operet. Po tu rikthyer po, që po më thoje? Dhe kjo është të bësh këtë lloj analize në një periudhë shumë të gjatë. Dhe në ato 3 orë Ogonin s'duhet ta harrosh këtë fakt.
Që do të thotë, ana emocionale jote, ti mund të bëj që ti harrosh gjitha. Do të thahet zëri, ti je zënë mëngjes me burrin, të ketë prish Terezin goca, dhe ti atë natë, se ja ke fare Terezin me këndu Carmen. Po ti duhet ta bësh. Dhe ti duhet ta bësh këtë gjë. Dhe si ja del? Dhe ja del, patjetër. Këtu futet puna, këtu futet eksperienca, këtu futet e gjitha ajo terapi, vetë terapi, që ti bën vetes jo atë ditë. Gjithë jetën tënde, kur ti je destinuar të bësh këtë zanat. Që unë këtu në këtë moshë kam kuptuar prindrit pse s'kan dashur me mlan, sepse lufta është shumë e madhe dhe është me veten tënde, jo me tjerët. Unë jam shumë i lumtur që nuk e di bashkë me ju miq që po na ndiqni edhe nga Valte Radios, po marrim një masterclass free në opera. Shumë faleminderit. Dhe do ta vazhdojmë masterclassin. Menjëherë pas hapësirës muzikore rikthehemi për të vazhduar bisedën. Me kënaqësi. Mirë, jemi rikthyer, ku e lam me ku na mbeti, ishim te Carmen. Ua, unë isha te emri Gonit. Po si mo ti e Gon? E Gon. Po dhe enta heqin ti? Ma heqin. Edhe s'det gjë, nuk është realisht nuk shkurtohet gjë. Po bra. Se është e Gon në trajtën e pasquar dhe më thon Goni, shton i në fund. 5 gërma, 5 pjesë ishim, 5 ngelen. E po se si duket pak. Nuk e kuptoj pse më thon shkurt ashtu se një soi është me gërma. Okej, se unë Vikena Viki është normale. Ti pritet mes për atë punë. Po, pritet. Ka sens, po. Okej. Por që ato që thash në fillim Viola, kështu që prandaj e përmendem. Tani duhet të gjejmë cila është profecia e ti për profesion. Po, ta për profesion. Tash ti dal me emër gjerman, kështu që vi shumë pranë artit, ç'është e vërtetë, apo ja. Okej, mirë. Pranë artit dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Shpresojmë që kjo e para, pra art. Okej. Sa ato do donim. Dhe po flisnim për përgatitjet. Vazhdojmë shndrojmë aty ku kemi një orë gjysmë që shndrojmë. Po është interesante se ne nuk e njohim edhe nuk e dim gjithë sakrificën që duhet bëni ju, ne të pagjum. Zgjimet përgatitja e zërit. Bëni vrap stërvitje fizike edhe kam vërtet. Po, dhe stërvitje fizike jam për shembull e kam marrë seriozisht se pata dhe humbje në perse, se duhesh bër humbje në perse, s'na bën mirë për shëndetin. Normalisht duhet të rikthesh muskujt në të njëjtën forcë, kam filluar palestrën seriozisht, po të pyesësh profesorin tim edhe ankohet, se jo gjithmonë jam kaq korrekte, por normalisht është një nga objektivat e këtij viti që forma fizike duhet mbajtur po në të njëjtën. Duhet për frymarrjen, për diafragmën, për muskujt, pa diskutim muskujt. E kënduara është muskull. Pikërisht. E kënduara është muskull, kështu që në një farë mënyrë dhe ato kordat po nuk ju dha po spatën atë lloj force për të vibruar, vetë nuk vibrojnë dot, kështu që është pa diskutim, është muskull, është frym, është patjetër se fryma pa diskutim që po. Si është kjo puna e frymarrjes? Un kam dëgjuar të paktën që pjesa më e madhe jona marrin frym gabim. Besoj duhet ta dish fort mirë si merret frym në raport me ne të tjerët, se tani kjo kur e kërkon profesionin. Okej, kjo han shumë për diskutim, sepse e para në diskutime teknike e mira është që trupi të mbushet me frym, gjithmonë thon vetëm mushkrit, diafragma, ndërkohë pedagogia ime thoshte duhen mbushur këto si flegrat forta, muskujt mbrapa janë ato që duhen fryrë të parat, janë ato që e mbushin kacekun siç duhet. Janë ato muskuj që mbajnë posturën. Mbajnë posturën edhe kjo normalisht frymarrje të merr frymën. Është e tëra, por nuk është një gjë si puna e palestrës që ti nuk arrin të kapësh dot ato targetin tënd që në fillim është një gjë që bëhet me shumë ngadalë, por ajo që është më interesante dhe më e rëndësishme njëkohësisht, me kalimin e kohës, atëherë ti duhet punosh akoma dhe më fort me muskujt, sepse ti në një farë kohe ti këndon me fuqinë e moshës, më pas duhet japësh suport kësaj fuqie. Domethënë është se biologjikisht si Zoti ka ndërtuar gjërat, çdo gjë ka një lloj që ti duhet patjetër të ngresh edhe më fort. Por besoj që me kalimin e moshës vjen edhe përvoja. Por kjo është se ti këtë e realizon nga eksperienca këtë gjën. Po. Ti e realizon thjesht se një njeri që s'është marrë kur me këtë gjën, thotë okay. Por kjo është nga eksperienca që ti të mbash një jetë performancë, që ti të shkosh sa më gjatë në jetën tënde artistike, skenike, kryesisht nga arti ti nuk del kurrë, del vetëm kur vdes them unë, një artist është e pamundur të dalë nga arti,
por ajo pozicioni, jeta jote skenike është ajo që të mban edhe më fort. Pa diskutim që po. Bukur. Për të ardhur, se këtu s'kemi ku të vim, po për të ngelur tek opera, tek muzika lirike ndryshe, cili është dallimi dhe pse ekziston kjo formë muzike në dallim nga muzika e lehtë? Pra, nuk e di sa ma kupton pyetjen. Domethënë, pse duhet këndosh në atë formë që këndojnë tenorët, sopranot, mezzosopranot dhe këndon në një mënyrë tjetër pastaj për muzikën e lehtë? Po kjo është sa vetë njerëzimi, si diskutim, sepse po unë se dim, prandaj ta bëj pyetjen. Normalisht opera nuk daton në këto vite, sepse i përket një tashmë unë them lashtësia, sepse të flasim për periudhën e Mozartit, të flasim për muzikën barok, për mënyrën se si është ndërtuar kjo lloj. E para që vjen me atë informacionin për të bërë sa më i afërt me publikun, vjen në atë periudhë kohe që ti duhet të dëgjohesh në një sallë të madhe. Dhe normalisht muzika e lehtë nuk të vjen deri tek një karige e reshtit të 7 apo të 8. Domethënë ti mund të dëgjojnë 3-4 veta, më pas ti duhet ta mbushi atë dhomë, mos diskutojmë për ato vite, për atë obortarët, arti që bëhej për oboret e rëndësishme të mbretërive, që prej historisë kemi mësuar, normalisht ato sallat e mëdha, që s'kishte foni, po vetëm akustik. Nuk ka shans të kishte foni, por ajo ishte thjesht me një piano, ti duhet ishe mbi piano, mbi instrumentat e tjerë dëgjoheshe vokali. Dhe normalisht ti duhet të fitoje një lloj teknike që si të dëgjoheshe vokali ndryshe. Domethënë ne kur këndojmë në opera, që ju e dini që është pas një lloj amplifikimi, gjithmonë flitet, mënyra teknike duhet jetë fokusi aq i qartë sa duhet të dëgjoj karige e fundit. Dhe në shumica unë kam timat sot që flasim, kur vjen dëgjon një vepër, timen, ai ulet ke karige e fundit. Sepse thot teknikisht a e ka superuar këtë vepër apo jo. Superosh veprën teknikisht, do të thotë që ti fokusi jot shkon deri në karrigen e fundit. Domethënë ne nuk mendojmë ti flasim la skala, ti mendon për llozhën e fundit. Kuptojmë. Deri aty duhet të arrijë. Akustika patjetër duhet të ndihmoj, por teknikisht ti duhet të kesh atë lloj force, pastaj fillojmë ndajmë te këngëtar për teatro të vegjël se varet nga lloji kapacitetit, ne kemi nga fuqi, po përveç fuqisë, ne kemi edhe një vendosje në anatomi për shembull. Pse vjen shumë profesor kur ti fillon zanatin, një nga gjërat që të bëjnë, thon hape pagohen, shoh pagohen. Dhe çfarë shifet? Shifet kupola. Ajo kupola e kishës që ne e shohim. Edhe shifet a e ke qellzën e lartë. Që do të thotë si do rezonoj zëri. Do më thënë, kur shkon ti në një kishë dhe ti thua, wow, si u dëgjua fjala ime, është tamam, vjen nga anatomia e njeriut janë ndërtuar edhe. Po, sigurisht. Do më thënë, është gjithçka, prandaj të them, është sa vetë njerëzimi, nuk mund ta thuash. Ja, si kisha menduar që edhe goja ka kupol. Preke me gjuhë tani. Po, e keme vetë. Mendoj që e kam goxha të lartë. Dhe duhet kuptuar lloji lartësisë tregon edhe këto janë dhe gjëra ndonjëherë të pashkruara asgjikundi, por që ti arrin me kalimin e viteve të eksperiencës të jetës e gjithçka e ti e vën të shohim për shembull fytyrën. Një nga gjërat për shembull kur shkoja ke pedagog jashtë, sa më shih, portret këngëtari ke, arsyeja nga nofllat. Balli. Nofllat si duhet jenë të një fytyrë e madhe. Kur thuhet fytyra e madhe, në sensin që të ketë hapësirë, hapja gojës. Ne nuk e hapim gojën, hapja bëhet këtu. Gjithë muskujt e fytyrës, ekspresiviteti dhe fytyra normalisht që mban një peshë edhe kur ke një portret skenik, pse thuhet portret skenik, që siç dëgjon zëri, duhet lexuar edhe nga njerëzit që e shohin, sepse ti normalisht interpreton një emocion caktuar përveç se e këndon. Mua më duket e frikshme në fakt. Edhe kur flitet, po dalim ca tema. Ua, Viola, ta hiqim gonin këtë moment. Po dalim në ca tema interesante, më bëre kurioze. Më bëre kurioze për çfarë bëhet fjalë, mos më lër këtu. Ja të ta them. Sa herë që flitet për këto ndërhyrjet që bën, jo botox jo këta. Po. Dhe është shumë interesante. Edhe për kolegë të mit, kur thuhet, pa ju s'ka bërë asnjë ndërhyrje.
se nuk t'i lejojnë në shumicën e rasteve, sepse grimaza jote, unë jam një nga ato gjithashtu, duhet të flasi. Duhet të flasi kur bën atë plakën, kur acarohet. Domethënë grimaza në një farë mënyrë fytyra duhet japi ekspresionin e asaj, gjë që ty nuk të lejohet nëse ti këto e bllokon për hir të një. Dhe ti je shef në shumë aktor këtë gjën, janë koleg, s'po i them emrin, që vërtet nuk bëjnë asnjë ndërhyrje për jetën e tyre skenike të fortë që kanë dhe që normalisht nga ana interpretative duhet i japin maksimumin. Edhe sa herë më pyesin, më thonë mua po flokët e gjatë, po do t'i mbaj flokët e gjatë se më duhen për sken, më duhen për të mos vënë paruke, për të rregulluar flokun tim. Domethënë janë ca gjëra që ti je në dispozicion të këtij zanati. Po në fakt askush nuk do donte të shihte as aktor të cilët performojnë në sken është një pjesë dramatike aty edhe kur rrëshket loti nuk lëviz asnjë muskul i fytyrës. Sigurisht. Kam një histori, po s'ka lidhje fare që të jetë me botën e artit, po dua të dalë ke pjesa e ekspresionit që nganjëherë dënohesh. Një mikesha ime në një vend pune me punëdhënës të huaj, kuptohemi. Mori vesh që do bësh në shkurtime. Edhe e kapi frika dhe tha, mos jam unë një nga ato që do shkurtohet. Si ato thashë themet e kafes së punës, del goni dhe i thot, dëgjoj, sikur e pash emrin të më të ke lista që ti. Ajo u trishtua shumë, jashtëzakonisht, një shoqe tjetër po shkonte për të bërë botox e kështu dhe i thot, e di çka do vidha unë, mdjall, unë do iki nga puna. Ja këto lekë që kam fituar, të paktën të jem e pashme. Se po del shansi tjetër. Mos del shansi tjetër, me këtë logjik edhe shkon bën botoxin. Dhe filloi u mor lista intervistat e caktuar, ishin ata që thirreshin në punë, që thriteshin për takimin me shefin që u jepeshe, si thua, në do ishte apo jo, edhe për t'i cilësuar për punën, se kishin nga ata që vërtet cilësoheshin për punën e mirë, edhe që thonë ti do vazhdosh me ne sepse ti performancën tënde në tërë këto vite ke pas. Mirë, kishte nga ata që na vjen keq, jemi detyruar për shumë arsye të bëjmë shkurtime, vendi jot mund. Dhe ajo ishte në këtë pritje situatë dhe e tret shefi në zyrë i thot, po të lutem mund të vish patjetër, i thot, kjo e trishtuar e prerë. Ishte nda mendjen që kjo do hikte nga puna, se kishte fjalën e gonit në mendje që i kishte pa emrin ke lista. Edhe futa aty i thot, falenderojmë shumë, po i thot kjo. Ke bërë një performancë shkëlqyer, po. Ishte e bindur, po i bënte daljen. Dhe doli tha maksimale, tha edhe nga kolegët, tha edhe nga gjithë stafi drejtues dhe ti e tha e para, tha, dhe një nga asetet më të rëndësishme tha të kompanisë tonë, që jemi përveç se do jesh, do vazhdosh, do bësh dhe upgrade-in, kemi ngritur dhe detyrë, do i ngrihesh edhe rroga. Edhe kjo që u pre, i filloi e qara, dhe ai e pshifte dhe i thoshte, nuk je dakord ti me këtë gjë? Jam shumë e lumtur. Edhe thoshte më ikte e qara kështu. Dhe nuk më lëviste asnjë gjë në fytyrë, se si për drejtë atë ditë kisha vate i bërë këto gjëra duke menduar që edhe vetëm loti që më ka lodhur kështu, edhe më mblidhesh këtu poshtë, ai thoshte, po jo, po s'e shoh mirë. Jo, jam shumë e lumtur, të falenderoj shumë për këtë që thatë. Po ne menduam se ty do të gëzoni me këtë që po të the. Më fal, nuk buzëqesh dot se kam jo, gëzoja tha dhe ti thoya se ishte huaj. Dhe s'dia si t'ja thoya tha dhe anglishta që isha shumë e lumtur. Por fytyra ime nuk shprehte dot asnjë gjë. Nga emocionet. Kjo ishte okay. Ishte bukur. Dakor. Se shiko, këtu është ajo ideja që je në radio dhe më ka filloi komoditeti. Edhe ne këtë duam. Të duam që të qeshim, të kënaqemi, të argëtohemi edhe të na vish prap herë të tjera kur të stojmë, se të largohesh me pozitivitet edhe me energji të mirë nga këtu. Tani, kurioze janë vërtet, edhe pse duket sikur ka qenë e destinuar, se prindrit artist, edhe bashkëshortin artist, edhe fëmijët artist. Jo, më raroje. Edhe ashtu që kam vendos, se kishte vendos prindrit e mi për mua. Edhe anatomia e fytyrës perfekte për atë që bën. Çfarë do bëje? Po imagjinoje sikur nuk do e kishte të gjitha këto. Çfarë do bëje nëse s'do bëje këtë që bën sot? Kjo është një pyetje 1 milionshe euro, sigurt. Sepse sot që flasim, unë nuk e kam gjetur çfarë do bëja unë nëse nuk do ishin gjitha këto.
Edhe kjo është një nga gjërat që me kam thënë dhe herë tjetër faktikisht se më ka kap një herë duhet qepja një gjë urgjent në shtëpi, s'po dija si ftilloja perin gjilpërën edhe I them si mamaj e thash, "Ua, kisha nxjerr bukën e gojës nga duart e mi, unë do kisha ngel pa ngrënë." Në sensin e gjës që s'po ftillohesha dot për një gjë bazike, jo më pas, por nëse njeriu është mos ndihet në vështirësi do bëj gjithçka, por nuk e di, realisht, gjithë jeta ime unë kam lindur në opera, jam fleja në ato karige. Do të thënë që kur u bë rikonstruktimi I operas, mua vite për të qartë, se po duket sikur më hoqën atë pjesën e fëmijërisë time, tash ndonjëherë më duket sikur se njoh atë institucion prej rikonstruksionit e tjerë. Por normalisht kjo ka qenë jeta ime. Por unë bëra këtë tjetrën që gotën nuk e afrova në opera se kam qenë unë afër në opera. Mendojnë që kjo është gjëja që ty të bëri që jo, s'është kjo, por ti, kur je me breza, ti normalisht kërkon maksimumin të asaj gjëje që ti mendon. Dhe më duket si një sforcim shumë I madh që do t'i bëja fëmijës tim të detyruar. Kështu që unë e kam lënë shumë të lirë, ajo normalisht ka një shpirt artisti që lind I tillë njeriu, nuk bëhet. Dhe ajo e ka që ke shihet, që ka për muzikën, ka një vesh absolut, kur këndon një këngë e riprodhon direkt, kjo ndihmon në gjuhët e huaja për shembull, është shumë interesante. Ky fakt, ajo e jeton artin, dallon një film të bukur, muzikë të bukur, një balet të bukur. Domethënë është një gjë që I ka lindur, jo gjithmonë është nevoja e madhe të kultivohet në këtë lloj dëshpërimi ndonjëherë, se sa njeriu vërtet e ka të bukurën brenda dhe e kërkon gjithmonë. Kështu që, por deri tani ajo pikturon shumë mirë, s'ka lidhje me ne, por ajo pikturon vërtet ka një sy estetik shumë të mirë. Dhe më pëlqen që I jeton moshën e saj, nuk do të rritet para kohe, sa ndonjëherë shoh shoqjet e veta kështu më të lyrat e këto. Problemi I madh ky. Jo, është 14 vjeç edhe e merr me shumë, e ka me shumë qetësi, thotë jo, pse unë e quan grua atë gjën. I them, "Okej, më pëlqen se po jeton moshën e saj, është gjithmonë me ato shakat e veta." Domethënë, më pëlqen që ajo po jeton moshën dhe të pa indikuar edhe të pa sforcuar. Edhe pse nuk ka lidhje me muzikën kjo tema, do doja shumë të ndaleshim edhe të diskutonim, sepse sot vërtet unë personalisht e shoh, duke krahasuar me brezin tim që po flas për jo shumë vite më përpara, në moshën time të adoleshencës kishim I njihnin fazat e rritjes, pra. Po, qartë. Sot jam pubertet, nesër jam adoleshencë, kështu me radhë, kurse sot duan të rriten përpara kohe. Çfarë do I thoje një vajze të paktën që na dëgjon në këtë momente? Mbas edhe nga shembulli që kanë ndonjëherë që merret se di shembujt që ju ofrojnë, ndonjëherë do të tregoja më shumë kujdes me shembujt që I servir fëmijës se sa çfarë do t'i thoja. Ato çka shef, ato çka prek, ato do mundohesha t'ja moderoja. Shoqëria, vetëm se është shumë e vështirë, me thënë të drejtën, se kontrollon dot deri në këtë pikë, por është një gjë që normalisht ti mundohesh në një formë në një tjetër, ti japësh. Por ndonjëherë edhe lind një fëmijë që është shumë I hedhur, një fëmijë që rritet e ndjen që është I rritur para kohe. Domethënë, kjo është një temë që unë them nuk ka asnjëherë postulate për edukimin e një fëmie apo dhe për prindërimin. Janë shumë faktor bashkë. Ja, po marrim një shembull të thjeshtë. Nuk e di si ke raportet me rrjetet sociale, po të bësh një scroll në TikTok, Instagram, sheh këtë tendencën që thuajse gjithë brezi adoleshentëve sot adhurojnë një këngëtar, rapper, që nuk më kujtohet emri tani, Klevio, po. Okej. Nëse bëhet fjalë për ato gjithmonë se di. Të gjithë ja din këngët, tekstin e këndojnë me të madhe, bro rasin, e kanë kthyer në moto jete ato fjalët që dëgjohen aty ja dhe adoleshentë ynë. Dhe nuk kanë, le të themi, një formim të mirë për të kuptuar se ç'është muzika e vërtet. Ti si ndihesh? Po patjetër, unë edhe kur Krista, po unë këtë nuk e shmang dot. Nuk e shmang dot sepse unë nuk jam 24 orëshi dhe normalisht nuk duhet të jem 24 orëshi, sa ai fëmijë do rritet, ai rritet në një shoqëri të caktuar, ai nuk rritet në një bubble, në një
Fluck shtëpie, se kjo është pastaj kthehet e tmerrshme. Ai është një fëmijë që gjyshen e kishte pediatre, doli në pension kur ajo ishte në çerdhe dhe Eriku insistoi pafund që duhet shkonte në çerdhe. Domethënë kaloi atë fazën e fillimit, u bë nami në shtëpi sepse gjyshja vet thoshte si e risu, nuk e rit njëri. Kishte 40 vjet karrierë në atë punë. Por Eriku thoshte jo, absolutisht, unë nuk dua që fëmia im të bëj muhabetet e kafes që bën ti me komshijet e tua, por dua të rritet me një shoqëri, të kuptoj çfarë do të thotë të kesh marrëdhënie, që unë them është një fitore e madhe. Krista është një fëmijë shumë social, shumë i komunikueshëm, di ku toleron, di ku mbron të drejtat e saj ashtu siç duhet. Domethënë kjo të bën terreni, të bën të njohësh gjithçka. Kështu që unë jam e detyruar të pranoj dhe atë çka serviret. Normalisht gjej formën time të nxjerrit të mirë apo keq të asaj gjëje, asaj i shkon automatikisht me atë çka rritet në shtëpi. Kuptohemi? Nuk është ky terreni asaj. Dhe ajo e dëgjon, se është e detyruar ta dëgjojë, siç e kemi dëgjuar në të tratë. Sigurisht. E dëgjon, por sa e fut brenda vetes dhe sa e brohoret brenda vetes, ajo unë them që këtë e ka të moderuar shumë mirë. Domethënë sepse e shoh, nëse ajo vërtet do bëshe aq e fiksuar, do ma kërkonte prezencën apo ku di unë se çfarë, siç e ka kërkuar për gjëra të tjera. Dhe më pëlqen shumë kur flet për personazhe, për shembull një nga gjërat që ajo po më kërkon Bad Bunny që fitoi dhe Grammy, më thot lutem do më çosh te mua në një koncert të Bad Bunny. Domethënë ajo e do Bad Bunny ishte i jashtëzakonshëm. Okej, po më pëlqeu përveç kësaj, më pëlqeu që kjo më kërkoi siç më ka kërkuar normalisht të artistëve të tjerë që kanë një super famë dhe që janë vërtet bëjnë historinë e muzikës së këtyre viteve. Dhe ajo më kërkoi tani direkt unë ngela se okay, Bad Bunny e kisha dëgjuar, po jo aq sa për tu fiksuar, të kuptojmë tjetër target. Dhe ajo që më thot, okay, e di që do të kushtoj një çik, mendoje i kursejmë ato lekë. Domethënë ajo e kishte më shumë këtë, ndërkohë as pak nga e kuptoj. Nga këto influencat me gjithë vlerën që këta mbase artist në rritje apo në lindje mund të kenë, gota ime ka tjetër gjë e ka këtë, por prandaj po të them është varet se si janë serviru shembujt edhe se si rritet edhe ajo vet brenda vetes vet se si e gjykon këtë gjë. Okej, ta bëj pak më ndryshe pyetjen se do ta doja patjetër një përgjigje. Okej. Supozojmë se ke në dorë gjithë arkivën e YouTube-it për një ditë. Okej. Çfarë do t'i bëje këtyre këngëve? A çfarë do t'i bëje? Shiko. Pse ke përshtypjen që një artist lirik duhet ta ketë me do emosi nat muzikën e vet? Jo, po them që ka i nat, thjesht të doj ta zhdukit, ta djegi, ta fshi, ta heqë. Absolutisht. Nuk po flasim për këtë. Tani që keq edukojnë. Po keq edukojnë, por nuk kemi çfarë të bëjmë tani sepse bota ne sa herë themi ekzistojnë si e mira dhe e keqja ekziston, edhe me përshkallëzimet e veta. Ti ke dhe grabiçarët, ti ke dhe ujkun, ti ke dhe gjarprin, ti ke dhe lepurin, ti ke dhe macën në shtëpi. Domethënë, je i detyruar ta pranosh botën me të gjitha edhe ekstremet e saj. Siç e kemi pranuar, ne kemi thënë shumë gjëra në kokën tonë janë menduar të pamundura dhe na kanë ndodhur, të kuptohemi. Ne patëm një çudi siç ishte pandemia, që se mendoja kur një gjë që e kisha lexuar nëpër libra. Po. Dhe nuk mendoja që ne do jetonim një lloj çmendurie që sot nuk ka emër sot që flasim, edhe e jetuam, ishim po ne që e jetuam edhe jemi shumë herët për ta diskutuar, i them vetëm 6 vjet. Kështu që nuk mund të thuash që do zhdukesh, janë pjesë e historisë, janë pjesë e çmendurisë së kohës, siç ke pasur periudhën e luftrave, siç ke pasur nazizmin, siç ke pasur holokaustin, siç ke pasur. Domethënë, ja është e pashmangshme, gjëra vërtet të çuditshme, sot që flasim i themi wow, si kanë ndodhur këto gjëra, ua ç'a mizori ka ekzistuar, ndërkohë kanë ekzistuar. Kështu që këtu do flasim edhe për gjithçka që ekziston dhe YouTube është po një pjesë që një histori të shkruar në atë çoroditjen edhe mangtin dhe të bukurën, realisht nuk do ndryshoj asgjë. Po ta kisha unë do kisha ndryshuar shumë. Jo, çfarë do bëje ti më? Këto këngë do i hiqa të gjitha. Mirë, okay, dakor. Disa gjëra okay. Disa se kam edhe motrën edhe vllajin që sa futemi në makinë,
Unë duke shpresuar që do vendosin ndonjë muzikë pak më chill, do dëgjosh Aidën, Giuseppe Verdi. Po jo nuk flasim për atë se dëgjoj unë Aidën, Giuseppe Verdi. Për këtë, jo, po. Më relax, nuk ka nevojë për thika, nuk ka nevojë për. Mirë, vërtet është tepër. Dakor, thash. Po atëherë kjo është forca që mund të kesh dhe ti si, nuk e di, janë më të vegjël apo më të mëdhenj. Janë më të mëdhenj. Janë më të mëdhenj. Unë ti edukosh. Mirë, Vikena do flasim pak për jazzin si muzikë e mirë, edhe për projektet e tua, por vetëm pasi dëgjojmë edhe një muzikë tjetër. Do rikthehemi në pjesën e fundit. Nice. Ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit dhe në fakt bisedën e Vikenën e lam tek muzika e mirë që jo domosdoshmërisht është muzika klasike, patjetër ajo është e mirë, po jo vetëm ajo. Dhe një tjetër muzikë e mirë është jazzi, Vikena. Prej nga unë të njoh ty si figurë publike, se thash kur isha më i vogël, nuk e dija që ishe ama mos thuaj shumë i vogël, ama mos thuaj. Isha i vogël. Edhe vonë sa kishte filluar të ecë. Vonë ka marrë. Sa i kishin dalë më vot. Vonë ka marrë vesh që je këngëtare operistike. Okej. Dhe Po pse kështu, domethënë, e tham që muzika e lehtë hapet më shpejt, si thua, e merr edhe për shkak të eventeve ku merr pjesë, por nga ana tjetër ti ke kënduar shumë në jazz edhe vazhdon ta bësh këtë. Kam bërë undergroundin e jazzit që normalisht e kam një nga periudhat më të bukura të jetës time, se kam jetu rinin time të plot, të lirë, sa s'ka. Dhe të bukur, edhe është ndërtuar personaliteti im, normalisht më ka bërë të njoh tamam lirin e të qenit femër në Shqipëri, po ta njoh siç duhet. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë për të drejtat e të shprehurit deri artistikisht, deri me dëshirat e tua, për të luftuar për atë çka ty të pëlqen, edhe pse në një kohë, po flasim edhe një çik për kohë të tjera, kohë të vështira, të kuptohemi. E vërtetë është fillimi vitet 90-2000 po themi. Janë fillimi viteve 2000. Dhe normalisht kanë qenë ka pas censurime, vazhdonte të kishte censurime, në 97 dha dorën e fundit që un kam qenë. Edhe njerëzit ishin të vetë censuruar. Dhe vetë njerëzit ishin, kështu që, por, unë isha një fëmijë, vetë duhet të thënë ajo i rritur mirë, sepse isha rritur me kulturën që vërtet zanati prindërve mjepte, të familjes, dhe e mora dhe e drejtova çudi e madhe pa ta treguar kush, por ishte instinkti ai që fliste më tepër. Por e drejtova vërtet ashtu siç duhej. Dhe i mora më të mirën dhe u largova fiks atëre kur filloi si çdo gjë që nis edhe e ka një prishet rrugës, të kuptohemi. Ai tranzicioni i shpejtë që kur e merr vesh dikush e bëjnë pastaj të gjithë dhe fillon aty u troqa pa ma kërkuar kush. U troqa vetë, pash se ishte më terreni aq i pastër dhe aq i ndershëm. Sa i gjete në fillim, po dalim te klasike, prandaj është jazz. Unë mendoj që ti edhe një role model në këtë pjesë. Pra, se tani nuk e di sa etike është i njerëzve t'ua bësh komplimentat në ball për ball, po unë po e them jo thjesht për kompliment, po për ta elaboruar pak si role model që për mua ti bën pjesë tek ato gratë fuqishme të skenës, që si kemi të aq të shumta në Shqipëri që mund t'i konsiderojmë diva. Sa i mirë. Kështu që domethënë mund ta marr si kompliment, po duaj që ta elaborojmë pak të role modelin. Tani si grua në art, në skenë, në muzikë. Në muzikë. S'është e lehtë. Unë nganjëherë them e kam pas të lehtë atëherë, apo është më e lehtë tani. Se e shoh që vështirësitë shtohen. Neve nisëm me AI diskutimin e gjithë këtij minutazhi që po kalojmë me njëri tjetrin. Po. Kështu që prandaj them nuk dihet se si kush do jetë më role model, domethënë që sepse ti po të influencon aq shumë AI sa po të nxjerr atë njerëzillikun, po ta nxjerr nga shina të kuptohemi. Domethënë ti po sfidon të pamundurën deri diku në këtë moment dhe them se vjen dhe bëhet akoma dhe më e vështirë.
Kështu që mbase mund mos jetë dhe kjo, mund të takohemi përsëri bashkë, jo para një mikrofoni, po thjesht për një kafe dhe mund të dalim që e kemi se ndonjëherë thuhet atë që ti ke në mendjen tënde, mbase nuk ndodh kurrë. Mbase dhe mos ndodhi kurrë kjo gjë, mbase mund të kemi një. Por me këtë ritëm që po shkon bota, po shkon jeta, ti s'po kupton më në do ketë më role model apo jo. Nëse do të kërkonin, po ky është skenar tërësisht hipotetik. Nëse do të kërkonin të klononin zërin që në të ardhmen t'i bënin shfaqet me një avatar tëndin, do pranoje? Ua, me kënaqësi. Sepse unë do doja shumë të ishte një avatar për shembull i nënës time, i zërit nënës time, do doja shumë i babait gjithashtu. Apo kur i thoni hallës time që është mezzosopranoja e parë e teatrit operës. Sa mezzosoprano jeni në FIS ju? Në FIS. Në FIS unë në naime dhe halla pjesë pas një zonjë jashtëzakonshme. Kemi qenë, domethënë zërat e plot të femrave i kemi pasur shumë potent në familje. Për të qëndruar te gratë, te femrat në art gjithmonë flasim. Nuk e di, ty të ka rënë rasti që ti japësh mësim, ti je në rolin e pedagogës në Universitetin e Arteve. Po, Universitetin e Arteve. Si u qasësh studenteve, të cilat ndërtojnë një perspektivë, po them, skenike. Po, dhe nuk e di. Si mundohesh ti ndërtosh. Prandaj thash atë role model, ama kupton prandaj atë. Ta kuptova shumë mirë, po problemi është që ti bën një luftë mbas edhe me atë ku ata fëmijë kanë lindur, edhe si janë edukuar. Edhe rrethanat që kanë pas, sepse duke qenë që ky është një zanat në luftë nervash. Duhet të thënë luftë nervash. Luftë me emocionet e tua. Edhe ke ti direkt, nuk e kemi publikun, e kemi emocionet e tua. Publiku është njësoj, nga karigja, është gjithmonë pozicioni më komod, mund të gjykoj si t'ja doj kokra i qevit dhe ti këtë nuk e shmang dot. Edhe ata që po na dëgjojnë e po na shohin në këtë moment, kjo është e pa shmangshme. Domethënë, ti e merr parasysh këtë fakt. Kështu që është se gjitha kjo se sa ti e percepton dhe se sa ti e mban brenda vetes dhe si e mban brenda vetes. Kështu që ndonjëherë zëri do dali. Teknika është gjithë jeta përpara për të fituar. Sot që flasim, unë them prap, okay, do shkoj ke një zysh të më dëgjoj një çik tani në këtë moment që unë dua të bëj këtë lloj repertori. E mendoj të them do shkoj ke një zysh, të shkoj në një vocal coach, është prap mirë dikush tjetër të dëgjoj, dikush tjetër të t'japi 3 parametra të caktuara. Ti gjithmonë ke nevojë për një mbështetje, sado që ti je vetë profesioniste. Dhe ndonjëherë këta lloj vocal coachësh, pedagogësh janë edhe shumë të interesuar sepse aty sfidohen ata vetë, në sensin me bagazhin që kanë edhe një profesionist përballë, sesa një student që duhet të mësojnë si hapet goja, si merret fryma. Por ndonjëherë ajo që duhet punuar më mirë edhe më shumë është prandaj neve në fakt e nisim shumë herët. Bota jashtë e nis mbi 18 vjeç. Domethënë kur mbaron procesi. Kur ti ke kaluar dhe adoleshencën, kur ti ke kaluar që jo, përveç ndërtimit të zërit, ti ke kaluar vitet e pubertetit. Domethënë neve nisim të atin 14 vjeç këtu, që në radhë të parë ti ke një luftë hormonesh. Po. Që zdiku je, që është gjithë bota kundër teje, ke dhe artin plus. Domethënë është që i mbledh të gjitha mendimet e tua në një të vetë. Eksakt, ata në këtë moshë japin një informacion të përgjithshëm, jo teknikisht për atë gjë, dhe normalisht të marrin në dorë mbi 18 vjeç. Kur ky proces ty të ka ndaluar deri diku, edhe biologjikisht. Ty procesi kordat e zërit më. Lë rekordën organik, domethënë i trupi të ka stopuar, të stopon 18-19 vjeç me atë që Zoti na jep gjithëve. Se ka njerëz që kanë ndryshuar nga 15-18 si ke njohur më kur. Do të thotë që është kur mbaron procesi i ndërtimit të qenies njerëzore. Dhe më pas ata merren teknikisht me kordat e tua, me muskujt e tu, me atë çka Zoti ka dhënë radh të parë, se kjo është sado të thuash artist bëhesh, nuk ekziston fjali artist bëhesh. Ose duhet ta kesh atë talentin patjetër. Duhet të jetë ajo bulza sikur e brezit 4 breza para që ti mund ta kesh pasur, vërtet se ka pas gjyshi jot, se ka pas baba jot. Por ti ke trashëguar se normalisht geni është gjaku i nuk bëhet edhe kur ke. Ore njëri ta ketë pasur. Ti duhet ta kesh trashëguar atë, nuk bëhet. Ajo po.
Ajo po është pedagogu të vjen të jep Chelsea për të thënë hape atë derën se ajo është gjëja që ti ke. Ose konkurset. Edhe e kultivon, e bën të madhe atë pastaj. Pastaj e kultivon dhe prandaj bëhen konkurset, bëhen audicionet që ata të shohin ti vlen apo nuk vlen. Po cili është momenti decisiv që aty ndahet një i ri që do bëhet artist dhe një i ri i cili do të mbetet një njeri i talentuar, por nuk do të bëhet një artist i madh që ti përkas skenës. Kjo është përveç se është puna, është dëshira, deri ku shkon pasioni dhe derisa sakrifikon ti për pasionin tënd. Sakrifica është e domosdoshme, unë them në çdo gjë, jo vetëm në art. Po. Sa sakrifikon ti, asgjë nuk të vjen në tabaka. Asgjë nuk të serviret, çdo gjë e ka një kosto. Edhe pasioni e ka një kosto, mos monetare, emocionale, e ka. Do më thënë, unë nuk mund të them, ne po flasim tani pas këtyre viteve karrierë. Ulje ngritje, pa fund. Me undjer keq. Se ne shohim se jashtëmi që shifet po për këdo. Çfarë duket se jashtëmi po. Po dhe bashkë, edhe unë ty të shoh shumë mirë. Po dhe ti normalisht po normalisht ti do kesh patjetër gjithë kompleksitetin po patjetër duhet në të kundërtën nuk do ekzistojë them unë. Nuk ka se nuk je AI që ti je kaq perfekt. Edhe AI gabon, kështu që do të thënë, janë ca gjëra është më tepër, nuk mund të thuhet gjithmonë ka një arsye pse ajo gjë ka stopuar. Ajo që dëgjoj shumë shpesh, më jam vjen dhe inat. Është që dëgjoj, se s'më lan mua. Se më luftuan mua. Ashtu ishte koha. Ajo ishte koha po. Ajo koha ka dënuar, por tani më vonë ti nuk mund të thuash kurrë këtë fjalin. Nuk e kam për atë periudhë, se ajo periudhë është që ka dënuar, të kuptohemi, sepse ne kemi pasur një luftë shumë të fortë deri në demokraci, ka qenë një luftë e jashtëzakonshme me mullin të erës. Domethënë kur ka ndodhur te 97-a për ne, gjëja e parë kur e marr dhe analizoj tani, ne jemi të predispozuar për të luftuar me veten tonë. Atëherë luftoni me veten tonë, po flas në periudhën e komunizmit, të kohës etj. 97 ishte po mullin të erës, ziheshin po me mullin të erës. Ne, domethënë e kemi ku ti unë deri diku vetë shkatrimin, ëh, se shqiptarët janë ata që drejtonin pjesa periudhë e diktaturës etj. Domethënë kemi një gjë të çuditshme dhe ndonjëherë gjërat kur nuk shkojnë nemi si vetë shkatrus kështu në kjo lloj ADN-s ton. I përjashtojmë atë lloj periudhe, por tani nuk ta pranon kush që të thuash se domethënë fajt të tjerëve unë them nuk ekziston, sidomos në kohët e sotme. Provo maksimumin dhe në fund nëse gjëja nuk ka funksionuar, diçka nuk ka qenë optimale e jotja për të funksionuar ashtu siç duhet. Ti nuk do ta shohësh. Shumë njerëz nuk i shohin problemet e tyre. Shumë njerëz nuk i shohin defektet e tyre. Do dhe guxim, do ajo është prandaj po të them, inteligjenca emocionale nuk flitet për të mbajtur ti balancën emocionale për dalë në sken. Inteligjenca emocionale rreth të parë është të pranosh veten ashtu siç je. Ti je aq i Zoti që ti të kuptosh në radhë të parë kush je dhe deri ku duhet të shkosh. Kjo është për mua inteligjencë, po kjo nuk vlen vetëm për opera. Kjo vlen për çfarë do lloj gjëje. Dhe ti jesh, si të thuash, i ndershëm me veten tënde dhe të thuash, "Ok, për kaq sa më jepet, unë do shkoj deri këtu." E drejtë. Çdo gjë tjetër është një bonus për ty, është dhuratë për ty. Domethënë nëse ndodh se pastaj me fatin nuk ka. Patjetër. Mirë, meqense jemi avash edhe drejt fundit Djola, apo jo? Okej, po e kam edhe një pyetje tjetër. Po, patjetër, jo, nuk e mbyll ajo, thjesht tash bëhemi gati avash. Bëhemi gati avash dhe përgatitemi që po shkojmë drejt përfundimit, por nëse do gjeje një përshkrim të shkurtër për këtë fazë të jetës tani, çfarë do thoje? Çfarë po jeton Vikena Kamenica në këto momente? Çfarë po jetoj? Okej, ajo që mua gjithmonë më ka lodhur edhe po që vogël. Natyra ime, rreth parë jam binjak si shenjë horoskopi që më duhet ta them këtë. Pse? Monotonia në na vret. Do të jemi gjithkohon aktiv, jemi gjithkohon aktiv, sepse janë dy veta që zihen me njëri tjetrin, më mërzite, pse s'më mërzite, më lodhe. Domethënë, ky dyzimi që e quajnë të shumtuar, por për mua është shumë konstruktiv që shenja ime ka. Mua monotonia gjithmonë më ka shqetësuar. Edhe kur shenjë më fal, binjak, se nuk e ndoj gjë. Edhe kur u futa fillova pjesën e jazzit. Shenjarti. Okej. Kur nisa jazzin isha se thoja ka gjithmonë gjëra të bukura. Do i mësoj vetes, do t'i njoh vetes diçka të re.
Jazzi më shkonte shumë normale. E kisha normalisht dhe t'indikuar, jo pllakat e gramofonit babait. Domethënë kishte dëgjoja në mënyrën e bukur teknikisht këngëtarët e jazzit këndojnë në një teknik perfekte dhe që normalisht mban një emocion të asaj muzike të shkruar, që është muzika e shpirtit, që është muzika e lirisë. Që muzika po e lidh tani me kontekstin historik besoj të jazzit apo jo? Jo, jazzi është i lirë, jazzi është, domethënë ti një këngë jazzi nuk e dëgjon 2 herë njësoj, gjë që nuk ndodh në një këngë të muzikës lehtë. Nëse ti do dëgjosh Whitney Houston, ku çdo cover që i bën Whitney Houstonit do jetë versioni i Whitney Houstonit, këngët që janë shkruar për po flas Eric Clapton, por nëse ti dëgjon një këngë jazz dhe dëgjon nga 20 këngëtare, ti do dëgjosh 20 versione të jashtëzakonshme, sepse jazzi ta jep lirin mbi harmonin të jetosh emocionin tënd, mbi të njëjtën harmoni. Ti e nis vërtet ashtu siç është shkruar Blue Moon, you know me standing alone. Pastaj ti ne pranojmë edhe të këndosh pak. Pastaj ti mund të japësh çdo lloj ngjyre, refleksi, çdo gjëje që ty të pëlqen, që ti e gëzon, që ti e shijon, ajo ta lën. Ti s'ke shans ta bësh këtë me Verdi dhe me Mozartin. Dhe duke qenë që unë isha në jetoja, studioja me kornizat të hekurta që janë sot që flasim, të çdo kadence të Mozartit apo të Donizetit apo të Bellinit apo të Verdit apo çdo gjëje, për mua jazzi ishte, nuk e di, ajo oqeani i madh. Një liri që gjeja veten dhe që mund të notoja sa të doja, të zhytesha, të ngritesha. Kështu që e kam jetuar vërtet lirin e të eksploruarit të muzikës brenda vetes time. Prandaj e kam shijuar, prandaj kam shijuar undergroundin. Prandaj kam shijuar çdo gjë të bukur që unë edhe sot që flasim në shumë raste e shijoj po njësoj, pa diskutim që po. E bukur. Unë ca nota vjedhura zi dëgjova, po do kisha shumë dëshirë të na këndoje diçka. Ja, prit se me frymëzim është. Me frymëzim, po besoj patjetër që jazzi ka edhe një band, apo jo? Si funksionon? Patjetër, ka të bërthamën e vet që është gjithmonë piano, bateri, bas, që është bërthama klasike që mbahet baza e bukur, harmonia e gjithçkaje. Normalisht unë kam koleg shumë të mirë që i kam pre vitesh, me gjysmën punoj në opera, gjithashtu kënaqem sepse trompa parë dhe tromboni parë i orkestrës operas janë këta klasikët e mi që janë jazzisti jashtëzakonshëm, dhe ata jetojnë po të njëjtën gjë, domethënë që lirohen për të gjithë, si thua, shprehin ato emocionet e tyre në instrument, që nuk ja lejon autorët, dhe është shumë fan. Për shembull, kishim një rast para një jave dhe ata kishin për të luajtur Donizetin, Lezir Damur, dhe më pas duhet vinin të performonin me mua. E thonë me si po presim vikena se mbaruam ato notat e gjata, u lodhëm. Domethënë ishte ajo gjëja që e kishin, ndodhet edhe sot e kësaj dite. Për shembull është një lokal në Vjenë që miqtë e mi thonë janë normalisht artistë të filharmonisë së Vjenës, që mbarojnë koncertet, heqin ato papionet, heqin xhaketat dhe shkojnë bëjnë një jamming në një jazz club, që është fun, është amazing. Dhe jamming është domethënë që mblidhen muzikantë, kanë lidhje me njëri tjetrin, gjen një material caktuar dhe fillojnë performojnë me njëri tjetrin, japin gjithsekush, si ato bisedat kur flet me, është shumë e bukur në muzikë që janë disa njerëz bashkë, nuk njihen, hapet një temë, japin mendimet e tyre, dhe të japësh mendime në muzikë, është shumë jazz. Është yll. Perfekt. Është jazz. Është jazz. Ja, është ndime është jazz. Jazz. Se kisha përfituar. Perfekt, un po isha duke imagjinuar tani të gjithë me instrumentet e veta, duke performuar, duke folur me gjuhën e muzikës, po ka shumë bukur, është shumë bukur, është jashtëzakonisht bukur, është gjithmonë shumë bukur. Në filluar në këto vitet e fundit po e promovojmë pak kulturën. Deri diku se s'është ashtu si duhet. Më kujtohet një lëvizje me tren, se ç'është ajo diçka drejt Shkodrës. Po, okay, dakord. Domethënë janë shumë pak. Shiko, janë pak, edhe nganjëherë këtu dalim tek ajo gjëja që mbi zotëron ajo e pakëndshme, ndonjëherë që ti nuk arrin dot, sepse është po ajo duhet filloj ajo muzika popullore, nuk e gjen, nuk e lejon atë lloj targeti që do këtë lloj profesionalizmi, por estetikisht bukur, po estetik
muzikore, por që ti e bukur, ti ta shijosh, të japi një mendim ndryshe. Domethënë po mbytesh nganjëherë. Të ka ndodhur ndonjëherë vikenda diku ku je ndodhur, që mund të kesh qenë edhe duke kënduar për shefin ton, të ketë ardhur dikush dhe të ketë thënë ma kapi popullore. Jo, asnjëherë, sepse këto ambiente nuk jam. Kjo nuk ka ndodhur, ja. Nëse dëgjon çuditëra ndonjëherë. Jo, ka, patjetër që ka çuditëra, po unë s'kan ardhur asnjëherë. Domethënë ti mund dëgjosh që mund të jetë thënë Viola e ka thënë gonit. Unë jo, domethënë këtë mundohem shumë ta mbaj këtë lloj, edhe të paktën të ambienteve ku jam, të jem gjithmonë shumë e kujdesshme për të ruajtur atë çka unë jam ndërtuar deri më sot. Është shumë kollaj ta prishësh, por këtë sakrificë tashmë nuk e bëj më. Po unë mendoj kështu për ta mbyllur me jazzin që edhe vetë ndërkohë po marr një bono se ty të bëft mirë. I kena një bono? Jo, të lutem. Për momentin jo, me kënaqësi. Unë po zgjedh të preferuarën time. Yes. Edhe vetë konteksti ku jazzi ka lindur ka qenë konteksti i zezakëve afroamerikanëve të skllavëruar. Dëshira për të shprehur. Dëshira për liri. Dëshira për liri. Kështu që ndoshta secili muzikant duhet të gjejë se ku e kërkon lirinë e vet për të gjetur atë jazzin e vet. Jo, kjo është e vërtet, se nuk është e thënë të jetë patjetër e tillë, nuk është e thënë të jetë vërtet jazz. Është dhe rock, është dhe pop, është dhe varie, po unë e them jazz sepse ti mund ti lëvron bukur, ty ta jep mundsinë jazzi që të trajtosh, ta shijosh dhe t'japësh komplet atë mundsinë tënde dhe pjesë të personalitetit tënd, po dhe të karakterit tënd, ta lejon këtë gjë. Bukur. Me që jemi në Mars tani. Çfarë po presim nga Vikena Kamenica? Ka gjëra shumë interesante. Çfarë po presim? Ka gjëra interesante. Jo, në opera në institucionin ku aderoj tashmë, prej shumë vitesh. Kam një vepër shumë interesante. E kam realizuar në Francë në janar dhe do ta sjell dhe në Shqipëri, sepse jemi afër Pashkëve në prill. Që quhet Misa Tango. Është një muzikë sakra tango. Tango jo ai intimiteti pasioni që ne njohim në këngët e kështu. Tango është një ritëm, është si të themi vals apo të themi cha-cha-cha apo është normalisht është një vepër me atë lirikën latine të shkruajturit të një meshe të mirëfillt, siç e ka shkruar Rossini apo e ka shkruar Mozarti apo ka shkruar Dvorak. Kush e ka shkruar këtë? Këtë ka shkruar Andrea Palmieri, është një argentinas, është kompozitori, është 60 vjeç tashmë dhe ai po bën ka një shitje shumë të fortë të kësaj vepre në mbar botën, që është për kor, solist edhe orkestër, ku ka 2 solistë orkestra që është bandoneoni, që është filharmonika që ne njohim, dhe pianoforte, edhe orkestra. Është muzikë e jashtëzakonshme. Të dëgjosh Benedictus Sanctus në ritme tango ka një tjetër gjë. Ka një balancë aq të bukur të vendosur që është dhe normalisht ka shumë ka edhe vokalin besoj. Ka po bazuar në vokal, ka solist dhe kor, jo vetëm solist. Korin po. Mos ti zbulosh të gjitha se do shkojmë do ta shohim. Është vërtet e bukur për të mos u humbur, ajo është ndërqie dhe flak, ka një emër sepse është Misa Tango, do jetë edhe disa këngë të famshme të Piazzollës tango për të realizuar një minutazh të gjithës në teatrin e operës dhe balet. Po, në teatrin e operës ka balet dhe vërtet është një nga veprat shumë të programacionit, por edhe të repertorit të operës. Është për herë të parë, ndodh absolutisht është për herë të parë në Shqipëri. Është një krimtari e re, normalisht është ideja, po mundohet të bëjmë edhe konceptimin, duke qenë që unë po mbyll edhe masterin për regji, kështu që e kam futur veten shumë brenda të gjithës si produksion. Pra do që ta bësh vetë edhe pjesën e regjisë, po themi. Pjesën e regjisë, po mundohemi bashkë me për të mos zbuluar shumë detaje, domethënë është ti përkasin se i thon edhe për një muaj e gjys. Kështu që por është një nga ato veprat shumë interesante për të lënë më pas emrat e rëndësishëm që do marrin pjesë si drejtues, si krijues aty, kështu që është pranvera vjen me jetë kulturore. Akoma për të folur. Me kineman si e? Me kineman jam adhuruese e kinemas, pa diskutim.
shumë kurioze me gjithçka që ndodh tani dhe teknikisht për realizimin. Po se ke nga kjo e regjisë. E kam edhe aty deri ku po shkon AI, deri ku po shkon teknika, domethënë është e gjitha është po bëhet shumë sfiduese, po bëhet shumë interesante dhe normalisht jep shumë kuriozitet për çdo gjë që. Te çfarë filmash jete? Filmat autor besoj, novel vagë, kryesisht. Jo, ke filmat autor patjetër që jam. Më shkon edhe për natyrë të jem ke filmat autor. Kështu që ajo është kryesisht. Mirë, meqense të pëlqejnë filmat, ne kemi një dhuratë nga Kinema Cineplex për ty. Është sa kënaqësi. Bilet dyshe. Pra mund të shkosh me bashkëshortin ose me një person tjetër. Pa datë. Pa datë. Pra mund të shkosh në një. E zgjedhëm filmin. Po. Kur të dali filmi që ty të pëlqen ta shohësh, ta presësh dhe të shkosh dhe ta shijosh. Kështu që ta gëzosh. Super. Po kemi edhe një dy filma tani që janë autor, me sa dëgjova, mos ta ngatroj, që janë që vinë nga romanet dhe mund të jetë shumë interesante. Shumë faleminderit. Që ta shijosh. Ne të falenderojmë shumë që ishe te Kinoteka. Ne u kënaqëm, nuk e dim për ty, po energjia pozitive u ndjek. Domethënë erdha me atë minutazhin kështu si, okay, që kemi gjatë, por jo si ishte gjatë. E pas keni shumë drejtë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit Viol, Gon, Tedi që merr ftesa direkte. Mirë, ne do të shihemi sërish të mërkurën tjetër bashkë me Violën. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë, mos harroni ta ndiqni në YouTube, në Instagram, në rrjetet të tjera sociale, në Spotify na gjeni dhe siç po themi shpesh, nëse na shihni në rrugë na përshëndesni. Patjetër. Ciao. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen.